Tirana është kthyer në kryeqendrën e rajonit pasi liderët e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe investitorë të huaj u bën bashkë në forumin e investimeve, që po mbahet për herë të parë në kryeqytet me një agjendë 2 ditore. Prezent në forum ishte edhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, e cila ftoi të gjithë investitorët të shohin me përparësi Ballkanin Perëndimor për të investuar. Nëse zgjidhni Ballkanin Perëndimor, zgjidhni Europën. Ne do të hapim fabrikat tona të inteligjencës artificiale në Ballkanin Perëndimor. Do të nisim me ngritjen e 2 fabrikave në Maqedoninë e Veriut dhe në Serbi e do ta zgjerojmë në të gjithë rajonin. Fuqia kompjuterike e Unionit do të jetë në shërbimin tuaj. Duaj që e ardhmja e AI të bëhet në Europë, ashtu duaj që edhe Ballkani Perëndimor të jetë në zemër të saj. Presidentja e Komisionit Evropian theksoi nevojën e pavarësisë energjetikës. Duam dhe duhet të prodhojmë energji më të pastër këtu në shtëpi. Në kuadër të planit të rritjes, po ndërtojmë një autostradë të tregut të përbashkët. Synimi është të sjellim industrinë lokale në zinxhiret kontinental. Investimi në Ballkanin Perëndimor do të thotë të investosh në një treg të ardhshëm kontinental me 500 milion njerëz. Ndërsa kryeministri Edi Rama deklaroi se rajoni i Ballkanit Perëndimor mund të kthehet në një laborator për Europën. Nuk duhet shumë shkencë për të kuptuar që Ballkani Perëndimor mund të bëhet laboratori i Evropës, për të testuar dhe për të provuar të ardhmen. Le të themi trotë që Europa nuk e ka luksin dhe të varet nga ajo që nuk e kontrollon dhe ne të Ballkanit Perëndimor nuk e kemi luksin që të mbetemi në rastin më të mirë potencial, dhe ta kthejmë potencialin në qëllim dhe ta kthejmë këtë rajon në zonën e transformimit të Evropës.